për një aksident që ka ndodhur në aksin rrugor Karditj-Delvini. Atë kemi me këto pamje të pak minuta më parë ku një autobot ka rënë humner dhe si pasoj ka shpërthyer në flak ku ka humbur jetën një 59 vjeçar shoferi i autobotit nga Ukraina. Kam kolegen Brikena Medaj në lidhje të drejt për drejt. Brikena, përshëndetje. Çfarë ka ndodhur? Përshëndetje, Ina. Ashtu si që dhe juve përmendët, një autobot i cili drejtohej nga një shtetas Ukrainas është rëzuar në humner dhe është pikërisht në vendin e quajtur Qapa e Kërficës në aksin Karditj-Delvin. Është një segment rrugor në fakt i cili është tepër i vështirë dhe me kthesa të shumta dhe ndoshta drejtuesi i mjetit duke qenë se ka qenë një shtetas i huaj mund ta ketë patur të panjohur rrugën dhe besoj se kjo mund të jetë një nga shkaqet e rrëzimit të tij në këtë pjesë rruge që është vërtet e thepisur edhe kërkon një kujdes tepër të veçantë për sa i përket drejtimit të mjetit. Ne nuk kemi informacione të detajuara për shkak se vendi në të cilin ka ndodhur ngjarja nuk ka valë telefonike dhe është paksa e vështirë për të marrë informacionet në kohë reale, por sipas informacioneve të fundit që ne kemi, autoboti transportonte solar dhe shoferi nuk ka mundur që të dali nga mjeti, ai është rrëzuar bashkë me të në humner dhe ka humbur jetën për shkak se mjeti ka marrë flak të menjëhershme. Ndodhen forcat zjarrfikse në vendngjarje dhe forcat e policisë, të cilët po përpiqen që të shuajnë flakët, por ashtu siç duket ndoshta edhe nga pamjet është totalisht e pamundur për të shpëtuar 59 vjeçarin shtetasin Ukrainas i cili tashmë ka humbur jetën. Brikena, njihet ky aks rrugor si një aks rrugor të quajmë të i vështirë, problematik sa i takon aksidenteve rrugore? Unë sapo e përmenda dhe preferova dhe zgjodha që ta nisja në fakt ligjëratën time të shkurtër pikërisht duke vënë theksin tek vështirësia që paraqet ky segment rrugor, pasi është një aks që është me kthesa të shumta, një aks në ngjitje dhe kërkon tepër kujdes në drejtimin e mjetit dhe për drejtuesit që ndoshta nuk e njohin rrugën mund të jetë e vështirë dhe unë besoj që kjo mund të jetë një prej shkaqeve, por mbetet për të mësuar më tej pas zhvillimeve që dhe hetimeve që do të ketë edhe nga policia dhe nga specialistët e qarkullimit rrugor për të përcaktuar shkakun e vërtetë të ngjarjes, por duhet ta theksojmë që ky është një segment i vështirë për sa i përket të gjithë problematikave që has, të kthesave të shumta, terrenit të vështirë malor, kërkon një kujdes të veçantë në ngjarjen e mjetit. Dakor, faleminderit Brikena për këtë raportim drejt për së drejti. Faleminderit juve. Mirë, ishte ky lajmi i fundit, bëjmë